Selam aleikum të dashur shikues të radio televizionit të Liria, mirë se erdhët sonte në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Sonte jam shumë emocionume dhe jashtëzakonisht shumë po ndjena mirë që ma ka bërë Zoti rrezik në këtë ditë të madhe me qenë bashkë me juve. Dita Arafatit është prej ditëve më të rëndësishme të vitit. Është prej ditëve kur Zoti krenohet para melekëve për krijesat e tij të cilat e kanë vizituar Qabën e Shejt. E inshallah Zoti ju pranon haxhin të gjithë atyre peregrinëve që kanë udhëtuar nga vende të ndryshme të botës për të qenë në shtëpinë e Zotit. E inshallah na e bën rrezik edhe neve që ta vizitojmë sa më shpejt atë vend, që të falemi, të lutemi dhe të nënshtrohemi Zotit fuqiplot në vendin më të dashur të tij në Mekën e Shejt. Të dashur shikues, inshallah Zoti e ka pranuar agjërimin e kësaj dite. Unë po shpresoj shumë që të gjithë ju jeni agjërueshëm. Jemi duke i pritur momentet e fundit të para iftarit. Po shpresoj që i keni servuar sofrat edhe po bëni lutje drejtuar Zotit fuqiplot që të na i plotësoj të gjitha ato nevoja që ne i kemi. Ti lutemi Zotit që të na jep shëndet në këtë jetë. Ti lutemi Zotit që të na jep begati, që të na jep besim, që të na jep nënshtrim ndaj tij, që të na dhuroj të mirat e tij të pafundme, që të na dhuroj durim në momentet kur sprovohemi, që të na dhuroj modesti në momentin kur kemi begati të shumta, të na bëj prej atyre që flasin fjalë të mira, të na bëj prej atyre që ruhen prej fjalëve që thumbojnë, prej fjalëve që lëndojnë, të na bëj prej atyre që sa herë që ju vjen i mirësi e falenderojnë Zotin dhe i nënshtrohen Zotit, të bëhemi prej atyre që sa herë që sprovohemi me diçka, kërkojmë falje tek Zoti, të bëhemi prej atyre që ju gjindën njerëzve kur ata kanë nevojë për neve, të bëhemi gëzimi i të gjithë atyre me të cilët rrethohemi. Lutim Zotin që në këtë ditë që ne ka dalluar prej ditëve të tjera, shoqërisë tonë, Kosovës tonë, të jap të mira të pafundme, të na bëjë një shoqëri nuk po them ideale, por një shoqëri të mirë, një shoqëri që e duan, e respektojnë njëri tjetrin, një shoqëri ku dhuna, ofendimi, bullizimi nuk zën vend, një shoqëri të stabilitetit ekonomik, e inshallah Zoti na furnizon me të gjitha ato të mira që i ka krijuar shqiptarët kudo që janë në të gjithë globin. Të dashur shikues, jam jashtëzakonisht shumë emocionume sepse dita Arafatit i ka ato ndjeshmëritë e veta që t'i jep. Nuk më ka rastisur asnjëherë që në kohë të para iftarit të jem pranë ekranit. Edhe ta pres edhe unë kohën për me hy iftari e për me vazhdu mandej me storjen që e kemi përgatitur për sonte. Të dashur shikues, festat janë begati prej Zotit. Festat e Bajramit janë diçka që muslimani i merr shumë afër zemrës. Janë diçka për cilat besimtari përkushtohet maksimalisht. Diçka që japin ndjesi që nuk e ka asnjëherë gjatë ditëve të tjera të vitit. Besimtari feston atëherë kur ka sakrifiku, ka punu, ka realizu diçka konkrete. Në Fitr Bajram ne e dim që Fitr Bajrami vjen pas muajit të shenjtë të Ramazanit, pas shumë sakrificave që ne si njerëz i bëjmë. Ndërsa Kurban Bajrami, po mendoj, vjen pas 10 ditësh të parë të muajit Dhulhixhe, ditë që Zoti ka dalluar prej ditëve të tjera. Vjen pas sakrificës haxhit për ata të cilët kanë pasur mundësi shtyllës së pestë të Islamit. Në anën tjetër, therrja e kurbanit, të gjitha këto do të thënë sakrifica që njeriu i bën për të arritur kënaqësinë e Zotit. Prandaj edhe ka arsye për të festuar, ka arsye për ta zbukuruar ambientin ku jeton, ka arsye për të ndjerë mirë, ka arsye me të vërtetë që të feston. Por muslimanët kudo që janë dhe kudo që veprojnë para festave dhe në kohët që Zoti ka dalluar prej kohëve të tjera, mundohet maksimalisht që të fitojë sa më shumë shpërblime, të bëjë sa më shumë vepra të mira. Këtë natë kisha dashur me kontaktu një shoqe time, një mike time, e cila ka qenë shumë aktive, domethënë këtë ditë, për të bërë vepra të mira, i ka zgjedh disa shtresa të shoqërisë që me të vërtetë ka nevojë për mbështetje. E ka bërë një aktivitet të jashtëzakonshëm. E ka bërë një punë që e ka bërë të ndihet mirë në rend të parë. Ajo, si qenie njerëzore, si besimtare, si grua shumë ambicioze. Në anën tjetër, aktivitetet i ka realizuar në bashkëpunim me Këshillin e Shkollës së Gjelbërt në Prishtinë. I ka aktivizuar ndoshta të gjithë nxënësit e shkollës, edhe bashkarisht
kanë bërë dhurata, ju kanë dërguar fëmijëve që jetojnë në sos fshatin, i ka bërë të ndjehen mirë të gjitha ta fëmijë, i ka shpërndarë dikun 300 dhurata, bashkë me 30 fëmijë të shkollës. Kryetarja e Këshillit Drejtues të shkollës, zonja Remzia Makolli, ka me qenë në linjë të drejt për drejt me mua. Me folë për gjitha ato përvoja edhe ato ndjesi që i ka pas gjatë realizimit të këtyre aktiviteteve në sos fshatin e fëmijëve, më na tregu pak se sa emocionuese ka qenë, sa janë gëzuar ata fëmijë, sepse dim që ata jetojnë bashkarisht në fshatin sos. Nuk po besoj që ju mungon diçka, sepse si shoqëri edhe si institucione bëjmë për ta, por megjithatë në raste të festave njeriu dhe kur ka gjithçka rreth vetes, megjithatë e ka një ndjesi që mundet me të mungu diçka. Prandaj zoja Remzie e ka përzgjedh që pikërisht këtë shtresë të shoqërisë ta bëjmë me u ndje mirë. I shohim disa pamje të aktivitetit në sos fshatin e fëmijëve, e mandej provojmë të lidhemi drejt për drejt me zonjën Remzie Makolli. Shtresa tjetër e shoqërisë, të cilën zoja Remzie ka dashur me bë me u ndje mirë, është gjithashtu një shtresë që me të vërtetë meriton shumë dashni, shumë mbështetje, shumë përkrahje. Pleqt që jetojnë në shtëpinë e pleqve në Prishtinë. Zonja Remzie, në bashkëpunim prap me Këshillin Drejtues të shkollës, si kryetare kjo e Këshillit Drejtues, me nxënësit e shkollës së Gjelbërt, me aktivin e shkollës, të gjithë bashkarisht kanë qenë në shtëpinë e pleqve. Ju kanë bërë dhurata, fëmijët kanë këndu, kanë vallëzu, i kanë bërë pleqt të ndjehen mirë, ta shijojnë festën e Bajramit, të nuhasin atë ndjeshmërinë e respektit të dashurisë që dikush e ka për ta. E ne të dashur shikues, fillojmë pak me pamjet në sos fshatin e fëmijëve, e mandej do ta kemi në linjë të drejt për drejt zonjën Remzie. I shohim pamjet e rikthehemi prap në studio. Dhe virtytet e tona shqiptarëve nuk mungojnë, sepse gjithmonë ka qenë vërtet dhe është dashuria ndaj të moshuar. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Më shumë se llaf, që tash drejt për drejt kjo më u lidh me zonjën Remzie Makolli, e cila ka realizuar këto aktivitete të shkëlqyeshme dhe i ka bërë të ndjehen mirë edhe fëmijët e sos fshatit, po edhe pleqt në shtëpinë e pleqve në Prishtinë. E provoj me u lidh me zonjën Remzie. Selam aleikum. Aleikum selam, bani me të. Remzie, si je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Si po kalon në këtë natë Bajrami? Shumë mirë, e gëzueshme, për pres me festë bashkë familje. A kem rrimë i përfundu të gjitha punët? Po, ka dashur zoti mirë, gjithçka ka shkuar shumë mirë. Elhamdulillah. Zoja Remzie ke bërë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe këto ditë para Bajramit. I ke realizuar 2 aktivitete në bashkëpunim me Këshillin Drejtues të Prindve të shkollës së Gjelbërt, gjithashtu edhe me stafin e shkollës. Ke bashkëpunuar edhe me njerëz tjerë, apo na flet pak për këto aktivitete të mira që i ke realizuar këto ditë? Po, fillimisht ju falenderoj shumë për mundësinë, edhe për hapësirën televizive që na keni dhënë, mirë që edhe na mi shpreh aktivitetet tona. Ashtu që e përmend edhe ti, unë së bashku me Këshillin Drejtues të shkollës së Gjelbërt, në të cilin edhe jam kryetare e këshillit, kemi shprehur idetë apo iniciativën që të bëjmë diçka për festën e Bajramit, në mënyrë që të ngjallim tek fëmijët ndjesinë edhe të shfaqim atë interesimin se si të ndajmë gëzimin edhe me të tjerët, jo vetëm me familjarët tanë të ngushtë. Do të thotë ideja fillimisht ka qenë që të bëjmë disa aktivitete në mënyrë që fëmijët tanë përveç ambienteve shkollore të shohin edhe ambiente të tjera, se si priten festat, si festohet, apo edhe se si njerëzit tjerë nuk i kanë më të afërmit e tyre pranë. Aktiviteti i parë është mbajtur në sos fshatin, apo në sos fshatrat në Prishtinë. Do të thotë në sosin qendror neve na është ndarë një kohë, nga koha e tyre shumë e çmuar, në mënyrë që ne të i dërgojmë dhuratat që prindërit së bashku me fëmijët e tyre me shumë dashuri dhe përkushtim i kanë përgatitur pikërisht për festën e Bajramit. Ne ishim në vizitë të martën, që i bie dje, dhe dërguam mbi 300 dhurata
nga nxënësit e shkollës së Gjelbërt, prej ciklit të olt, prej klasës të parë deri në klasën e 5. Siç dihet, nuk lejohet vizitohen fëmijët për shkak se identiteti i tyre duhet jetë i pazbuluar. Mirë po ne u mirëpritëm nga stafi i SOS-it, fëmijët tanë patën mundësi që nga afër të shohin ambientin se ku rriten fëmijët e SOS-it, patën mundësi të dinë se çfarë pune bëjnë atje. Nënat, i gjithë stafi menaxhues që është i SOS-it, dhe ishte një përvojë shumë e veçantë për gjithë, jo vetëm për fëmijët, por edhe për neve, që na emocionoi jashtëzakonisht shumë të gjithëve. Mi ke përcjell disa fotografi, disa pamje video, do më thonë që i ke filmu, edhe më ke kriju edhe mu emocion jashtëzakonisht shumë të madh. Qysh ka qenë, qysh ke rri me përmbajt vetën derisa e ke realizu këtë aktivitet? Dje ishte pak më e lehtë, ndoshta për faktin që nuk u takuam direkt me fëmijët, ndërsa sot aktiviteti i sotit, për cilin do të flas tani, për mua shumicën e kohëve ishte me lot, për shkak se jam edhe pak tip nga natyra kështu shumë e ndjeshme, ndoshta edhe pse shkruaj. Por që do të thotë është pikërisht ajo që kam dashur të arrij, është pikërisht ky emocioni që shpesh më duket si shoqëri kemi fillu ta humbin dhe nuk po dim ta transmetojmë tek fëmijët tanë. Jo pse nuk po dojmë, por na ka kap dinamika e jetës edhe po mendojmë që gjithmonë kemi mbet në këtë botë, por që ju jam shumë falëndëruese prindërve, stafit të shkollës, stafit menaxhues, të gjithë atyre personave që më kanë qëndruar pranë këtyre ditëve në mënyrë që ti përçojmë dhe ti përjetojmë së bashku këto emocione. Zoja Remzie, vetëm diçka. Diku 300 dhurata i ke dërgu bashkarisht me stafin tek SOS fshatrat e fëmijëve. Po doket me qenë një ide që është mirë prit ose është duar trokit prej prindve, sepse ke dërgu dhurata aty dhe prap edhe shumë dhurata tjera në shtëpinë e pleqve. Si ka qenë bashkëpunimi që e kanë prit prindrit këtë ide? Do të thotë fillimisht ideja ishte hajde të bëjmë diçka për festën e Bajramit, do të thotë i mbledha këshillin drejtues të shkollës si kryetari i këshillit, edhe diskutuam së bashku me drejtorin e shkollës, i cili është jashtëzakonshëm në mirëpritjen e këtyre ideve dhe iniciativa. Edhe e diskutuam se ku t'i dërgojmë dhuratat. Dhuratat deshtëm t'i mbledhëm gjithsesi, mirë po mendonim disa opsione se ku t'i dërgonim. Disa ditë më parë kishim një bashkëpunim me SOS-in edhe ata në bisedën sipër kishin treguar edhe për nevojat e tyre që i kishin. Kështu që do thotë ideja aty për aty ndodhi, t'i dërgojmë disa të SOS-i, mirë po unë dëshiroja patjetër, po ashtu edhe disa anëtar të tjerë dëshironin patjetër t'i përfshimim edhe plesht. Momentin që e morëm në vendimin, ne kemi grupet tona funksionale, këshillin e prindërve, ne dërguam si ide në këshillin e prindërve, unë e përpilova projektin, i ndova të dy aktivitetet, ju propozova dhe më njëherë është pritur dhe është filluar në kohë rekord, brenda 3 ditëve janë mbledhur, po flasim për të dy projektet afër 450 dhurata. Do thotë janë pako bazike, veshmbathje, gjëra që i kemi në shtëpi, gjërat e vogla që përdoren për shkollë, do thotë të gjitha aspektet janë të përfshira, edhe ushqimi, edhe edukimi, edhe veshmbathja, gjithmonë duke pas parasysh që momenti derisa e mbështjell dhuratën edhe derisa e hap dhuratën është i rëndësishëm. Për të dy palët, edhe për ata që përgatisin dhurata, por edhe për ata që pranojnë dhuratën. Zoja Remzie, je edhe poete, shkruan libra për fëmijë, edhe natyrisht që ndonjëherë kam përshtypjen që poetët janë pak më të ndihshëm emocionalisht. Pse i ke zgjedh pikërisht këto dy shtresa për me mbështet? Unë mendoj që janë të dy shtresat që momentalisht janë pjesa më e ndihshme apo hallka më e ndihshme në shtetformimin apo edhe në shtetndërtimin social të Kosovës. E kam përmendur disa herë edhe në për intervistat e mia të mëhershme që to janë të dy pikat që neve na duhet më shumë të investojmë tek fëmijët që janë ardhmja jonë, por edhe të ata që e kanë kriju këtë të tashmen dhe këtë ardhmën tonë që janë gjyshrit tanë. Do të thotë projekti sot që është realizuar, prej orës 9 deri nga 10:30 ishim në shtëpinë e pleqhve së bashku me drejtoreshën e mirëqenies sociale të komunës së Prishtinës, po ashtu edhe zyrtar të kësaj drejtorie,
duke përfshirë edhe stafin e shkollës, prindër, fëmijët që i dërguan për vizitë, aty e pash se si funksionon kur shteti edhe institucionet që janë përkatëse, po ashtu edhe arsimimin në këtë rast i bashkojnë duart edhe e krijojnë një fuqi. Dhe thotë fëmijët recituan, kënduan, përqafuan, mban duart e gjyshërve tonë, gjë që ishte më se mrekullueshme dhe më se mirëseardhë. Dhe thotë momentin kur e kanë marrë vesh gjyshrit edhe gjyshët që ne po shkojmë, dhe thotë në nxitsprisnin. Kemi marrë telefonata as disa herë, a jeni afër, sepse edhe ushqimin nuk e kanë konsumu si duhet, duke na pritur neve. Ishte mikpritje e jashtëzakonshme, ishin shumë falënderues, gjithë na falënderonin. Besoj që ky ishte emocioni më i mirë dhe falënderimi më i madh që mundet me pranë dikush. Edhe unë të përgëzoj e dashur për këtë punë të jashtëzakonshme që e ke bërë, e përmende edhe përmbledhe në formën më të mirë të mundshme, nuk kam çka me shtu, pas që ke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për brezat e ri, një model se si duhet të jemi, se si duhet ta kemi ndjeshmërinë për njerëzit që me të vërtet kanë nevojë, edhe unë po shpresoj shumë që në shoqërinë tonë të kemi sa më shumë njerëz të mirë, edhe njerëz që të vullnetit të mirë, ashtu siç jeni ju. Ti e përmende sa është më rëndësishme me bashkëpunoj institucionet edhe që bëjnë punë të mrekullueshme, po në anën tjetër unë po them sa është më rëndësi të kemi njerëz në shoqërinë civile të cilët marrin iniciativa të tilla, sepse aktiviteti yt ka qenë tërësisht aktivitet i ndjeshmërisë shpirtërore edhe aktivitet vullnetar. E vërtet, unë kam filluar nga fëmijët e mi, duke e pas parasysh që ne jam nënë 2 fëmijëve, po ashtu edhe mbaj mësim plotësuese edhe për fëmijët e tjerë që mbaj kurse, dhe thotë duke diskutuar me ta gjithmonë i pyesja çfarë do të dojni për Bajram, për shkak se jemi mësuar që t'i pyesim fëmijët tonë çfarë dhuratë dëshironi të merrni. Ndërsa ajo që duhet të shpesh të pyesim edhe veten edhe të tjerët është se çfarë do të dhuroje ti. Është njëjtë sikur shumë njerëz, jemi gjithë njerëz edhe ankohemi i thojmë jo zbëri shteti atë, jo zbëri shteti këtë, por më kujtohet një thënie shumë e bukur, po ti çfarë bëre për shtetin? Do thotë duhemi më nis që nga familja jonë, ti çfarë dhuron, ti çfarë zemre ke, ti çfarë shpirti ke, mënyrë që më trasu edhe tek fëmijët tanë edhe tek armja jonë atë që ti dëshiron vërtet me arrit. Do thotë jo me shënu Bajramin vetëm në momente familjare, për shkak se Bajrami është festë e solidaritetit, e mëshirës, me dhuru buzëqeshi, me dhuru dashuri, me dhuru edhe dhurata nëse ke mundësi, por mbi të gjitha me mësu fëmijët që kur ti ndan, edhe kur ti dhuron, do thotë Zoti është ai që ty të jep edhe më shumë. E besoj që këtë kemi arritë së bashku me prindrit, të cilët e shfrytëzoj rastin me falëndëru edhe një herë, jam falëndëruese ndaj tyre pafundësisht, vetëm që më kanë besuar dhe kanë qëndruar pranë meje. Zoja Ramzi, unë të falenderoj shumë, edhe për aktivitetet e mrekullueshme që i ke realizu, po edhe për intervistën edhe që na e mundsove që dhe shikuesit e radio televizionit Iliria të mund të dëgjojnë detajet pak a shumë të aktiviteteve që ti i ke realizu. Faleminderit edhe për juve një herë, uroj edhe unë për juve gjitha të mirat, ashtu shfrytëzoj edhe rastin të uroj festën e Bajramit, paqen e familjet e juaja, shumë shëndet, mbarësi dhe mbi të gjitha të jemi human. Të dashur shikuese, falenderojmë zonjën Ramzi Makolli, një aktiviste jashtëzakonshme, një poete për librat personalizuar për fëmijë, dikush që nuk priton të bëjë aktivitete të dobishme për këtë shoqëri, dikush që jep shumë prej vetës që të tjerët të ndihen mirë, përcjell jashtëzakonisht shumë mesazhe, e falenderojmë shumë që ato copëza shpirti dhe ato ndjeshmëri i përcjelli tek ne edhe tek ju përmes intervistës që realizuam. Tash do t'ju lëm në shoqëri të disa pamjeve që i kemi marrë të vizitës së fëmijëve në shtëpinë e pleqshve, derisa i shpërndajnë dhuratat, derisa i përshafojnë gjyshërit edhe gjyshët, e unë ju falenderoj të gjithë juve që ishit bashkë me neve, tu shpresu që inshallah do të takohemi nesër në programin e Bajramit. Mirëmbetëshi, Zoti e pas pranu agjërimin edhe secilin lutje që e keni bërë sot. Mirëmbetëshi, selam aleikum. Sorry.
gjithçka. Këtë mendoni ja, në çfarë janë gjysheve,